Njëri për muslimanëve u kanë shumë i keq për kaftyra, shumë i pahjeshëm. Allah na bëj për muslimanët mirë. U kanë i pahjeshëm me u pa. Mirë po u martu, edhe kur u martua ka marrë një grua shumë të heshme, shumë të bukur me e pa. Edhe një ditë për ditëve kë burri i thot gruas vetë, vallahi sot po më dukesh hala më e bukur. Hala më e mirë po më dukesh sot. E kjo gruaja i thotë, pra unë edhe ti kena me kanë bashkë në xhenet. Masi po më thu kështu, unë edhe ti kena me kanë bashkë në xhenet. I thot ky burri, thot, po ka e ditë ti këta. Ka e ditë që unë edhe ti kena me kanë bashkë në xhenet. I thot kjo gruaja, thot, për shkak se ty të ka dhënë Allahu diçka si mua, e falenderova Allahun për këtë. E mua më ka dhënë Allahu diçka si ty, e po baj durim, po baj sabër. E durimtari edhe falenderuesi kanë me kanë bashkë në xhenetet e Allahut Azza wa Jall. Elusum Allahun Azza wa Jall me na bë për durimtarve, me na bë për falenderuesve. Elusum Allahun Azza wa Jall me na fal edhe ne për përsëris nuk është për metodës tan. Mirë po Allah na falt, kam qef që muslimanët me i pas zemrat e gëzueshme, Allah na bëf gjithmonë të gëzueshëm.